përshëndetje, fitore e madhe, si e përjetuat? Po, gëzu shumë, a jena lajva? Ke ardhur nga Shkodra? Po, nga Shkodra normalisht. Si duket kjo vllaznia, është gati për ta fituar titullin? Si mjet ka kërrypun, jena kampion. Po mund të jetë Partizani ose Po, Knapja? Po, diskutim 100%. Ne tanën jena i to edhe herë kam me kenë ball për ball me ty. Faleminderit. Hajde, ja kaloshin sa më. Ke Partizanin vllai. Si tu duk ndeshja Nuk ke Dinamon, ke Partizanin. Kujdes me Partizanin se. Gjithë Partizani edhe jena në rregull krejt na mënen, edhe trofeun e çojmë na. Vallai. Isha as na bën e Knapja. Po me arbitra i merrni. Kam respekt për Shkodran, po kampionati ke. Ka dhe debate kështu me arbitra i merrni, thumbime, kanë filluar që në këtë moment do mundohemi të kemi të tjera prononcime. Përshëndetje, si u duk ndeshja sot? Shumë e bukur. Si e shikon këtë vllazni? Besoj që do marrë kjo. Me Balaj në ai i cili inspiron, frymëzon? Patjetër që ajo është më talent. Okej, do marrim një tjetër mendim. Këtu ja jemi me legjendat artit Shkodran. Kanë ardhur nga Shkodra për të parë këtë ndeshje të madhe. Mirëmbrëma, si e patë ndeshja? Mirëmbrëma, po me qef. Fitunën, të tornë, të është i bolë, na hum bolë. Të është i gardë ditën me e marrë vllaznia, inshallah. E me gëzu një kanahin tanë si Shkodra. Shkodra e përjeton shumë futbollin, artin, e do kulturën. Kjo e gjithë atmosferë që ndikon edhe tek ekipi, si do ta komentojnë? Po, tjetër ndikon, se të është i bëmë se pas tifoza, si Dinamo, që i ka thonë njeni, njëjës që shojmë krush, ndarësëm na, sa ka Dinamo. Ajo s'ka për Shkodra. Si du kjo Shkodër, se pjesën e dytë pati probleme me vllaznin? Probleme Dinamo s'pa qa humba. Tu ullë gjithë sulm, dalin kur dalin. Ishte rezultat kryvepër. Po pse përmend atë, pse s'përmend qaton pa portier? E vërtet, po në tërësi pjesa e dytë u mbrojt, megjithatë kishte edhe rezultatin. Balaj është lider i kësaj vllazni, sot 2 gola, kthehet momenti krucial të kampionatit. Fantastik. Për mu lujti shumë mirë pjesën e parë mënyrë të përsosur, në dytën pak oscilacione. Dinamo as kishte çatuin. Ti mos andaj çka kujton Dinamo. Dinamo është në ekipet e mira më. Po pra, Dinamo e Gnadja ka lejtar të mirë. Okej, tani dua mendimin zonje. Ju si e patë këtë ndeshje? Keni ardhur nga Shkodra? Kam ardhur nga Shkodra edhe arti dhe sporti kanë një lidhje të magjishme sepse transmetojnë emocione. Është e vërtet ajo që në pjesë parë ishim të mrekullueshëm, pjesa e dytë ishte pak, po emocionet tona ishin shumë të mëdha në pjesë dytë, edhe kështu nuk gjykojmë drejt, domethënë, por gjithsesi kena ardhur me fitu edhe fitoren e morme. Tash i presim me marr kupen finalen. Kampionatin, po. Unë të është që ka një shpi, më ka dhek nona, të është unë jam bogati me dekon, a kuptën? Ja, a din të se shkojnë të është në 12 natë, 11 natë, një, tonë plakët i ke të jargoni, si u do me në. O, ka si Shkodrë, në bugër. Në gjeqë dhe rejone, vllaznia kampion, nuk ka zot zi që me thonë se vllaznia kampion se mjetë. E meriton, ka bujë sezon mirë, ka pashur, me gjitha të Qarflet me këto dalë finale, sepse... Me Partizanin, dalë finale e rrojnë Partizanin, 100%. E bukur të ishte, edhe për ta mbyllur me zonjë se arti shkon gjithmonë në futbollin, po shumë e bukur shohim vini nga Shkodra në stadium, jemi nga Shkodra në stadium, një ikonë në Shkodër dhe në Shqipëri. Faleminderit, por e rëndësishme është që ne ja arritme qëllimit për cilin kishim ardhur, dhe vllaznia, domethënë sportisti i 12 është tifozat e mrekullueshëm Shkodran që e njekin skuadrën, jo vetëm në Tiranë, por në gjithë Shqipërinë. Janë tifozat më të mirë në botë. Me buke djafë, shkojnë. Faleminderit, shijojeni. Okej, ishin figurat artit Shkodran, cilët dhanë mendimet e tyre për këtë ndeshje vërtet të bukur. Okej, nëse ke diçka. Këtu jemi me tjetër mik të emisionit tonë, me Meridianin. Atëherë si e patë të ndeshje, edhe është gati vllaznia për atë hapin final, se ka qenë gjithmonë afër, ka fituar 2 kupa, po megjithatë nuk e ka bërë dot atë kapërcimin. Dirona unë sot do shkoj të ke daja herë, me që fitum. Besoj Sulçi e kupton këtë shumë mirë që do të thotë.
Kështu që uroj të jetë viti vllaznis ky, ndeshje shumë e bukur, kishte ca momente që sikur donin të jenë ca nuanca të tjera, po fatmirësisht ekipi tregoi veten, tregoi vlera në fushë dhe ishte goxha mirë. Drilon, këdo Meridiani, Egnatian apo Partizanin? Faleminderit Drilon. Këdo finale pyet Sulqa, Egnatian apo Partizanin? Thuaj Sulqës, nëse do të dalësh kampion do t'i mundesh si Egnati si Partizani, kështu që për mua nuk ka rëndësi ka dali kampion, kushdo që tjetë. Që titi finale më e bukur do të që të mundim kampion të fuqi që është Egnantia, kështu që besoj Egnantia të dalin finale dhe të shohim le të bëhet ndeshje më e bukur, më e fortë. Faleminderit. Okej, këto janë mendimet e para nga Po Drilon, për të bëjmë i gjiro në studio.